Pasagjerët të vengati për zbritje. Vini re. Po afrohemi në stacionin e Tiranës. Pasagjerët të vengati për zbritje. Ju kujtojmë bagazhin. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Keni ndonjë dhomë teke? Janë të gjitha të zëna, i kanë zënë gratë, kanë ardhur në ekskursion. Kemi një dhomë dyshe 13 lekëshe. Regjistrom një muaj, lutem. Po si? Do vish? Kemi për ta kaluar mirë bashkë. Erdha. Gjelal Osman Bregu, 1943, qendra punës, komunale, Pogradec. Urdhro. Ju faleminderit. Dhomë e rehatshme, s'ke shtua. Po bëhen gati 3 vjetë që s'kam qenë në Tiranë. Edhe stacioni kishte ndryshuar. Ujë val. Pas kërën keq brenda armik. Halli është se e kam njohur pak në plazh. Gjithë ditën rinte me prindrit. Sot kam raundin e parë me të. A do të rish shumë? Varet nga shërbimi. Po ti? Varet nga kjo. Falni, ka mundsi? Urdhroni. Nuk më mbakeni mend. Më kujtojeni. Kam ardhur për ju. Desha të bisedoj diçka të rëndësishme. Me mua? Natyrisht. Flisni, po ju dëgjoj. Këtu? S'ka gjë. Kur të marroni punën, po ju pres. Miru pafshim. Unë po pres. Do t'ju flas hapur. Që kur jemi njohur, kam menduar vazhdimisht për ju. Si të thuash... Më falni, por unë nuk ndij asgjë për ju. Më presin, treknë e mirë. Ashtu? Më falni, po kjo për mua është tepër e rëndë. Jo, mos ikni. Si është e mundur, nuk mund ta besoj. Po ja që duhet ta besoni. Edhe një moment, ju lutem. Dua të shihemi përsëri. Të bisedojmë. Ndofta gjendet një mënyrë.
Gjithmonë gjendet një mënyrë, di plot shembuj. Më dëgjoni, ju lutem. Mos u mvisni konkot, tu një tjeta. Kështu e kanë vajzat. Në fillim duan të provojnë sa i vendosur je, pastaj? Më duket sa si ndryshe rasti saj. Kam frikë se dikush tjetër do t'jetë në mes. Të insisto? Mos u tërhiq. Verifikoje mirë. Duhet të bindet ajo që ti je i vendosur. Vajza, hapni rrugën se për ndryshe Fatmiri u gjobit. Mirupafshim, Arda. Mirupafshim. Drekni mirë. Ç'kemi miri? Hiç. Rridhe pak. Jo, Fatmiro, bravo. Ç'besh me rak ti e siguruar të përcjell një polic. Do dalësh mbas dite? Jo, se kam shkollë. Unë desha që mbrëmjen ta kalonim bashkë, të shkonim diku. Me që rast? Sot u shqyrtua kërkesa ime për qëndruar gjithmonë në polici. Do ndjek kursin e lartë. Më tërrej shumë shkenca e zbulimit të krimeve, Arta. Më pëlqen kjo punë. Shihemi nesër, miri. Mirupafshim. Mirupafshim. Me 6 tek vendi. Mirë. I more biletët? I mora. Ja, shikoj. E, që bëni kështu? Më falni. Pa dashje. Krejt pa dashje. Dhe më vjen keq që ndodhi me ju dëshira. Shkojmë pas. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Po ti? Ajo punë nuk u bëgja. Po iki. Nuk desh ajo çupa. Ashtu? Po thyje si shpejt më duket. Jo, është e kotë. Pse se lë për nesër? Nesër? Nesër që në mëngjes do t'jem në punë. Natë në mirë. Rrugë të mbarë. Taksi! Një vend të lutem. Më vjen keq, po e ka angazhuar ky shok.
Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ushtat të lutem, një paninë dhe 2 qofte në letër. E kemi të ndaluar të shërbejmë në këmbë. Uluni lutem. Kemi të ndaluar. Jam për rrugë më ushtat të lutem. Kemi shërbejmë, uluni lutem. Kamarier! Gja se ka vonë syni kësaj tavolinë sonë kë mjeshtri. A pa kam gabim ose, ha? Pikës i ke rënë, edhe ke hak një dopjo. Hajde, daj, hajde. Hajde se ke dore jone dhe hajde. Ç'kemi? Si e? Mirë, faleminderit. Gjana! Orna! Ja vërrosi këta esh në një. Usta në 3 dopjo. Qurda. Çfarë meze keni? Rosto, shish kebab, biftek, mish të pjekur viçi. Çfarë do mëni? Bagja pin that. Po ju? Jo. Usta 3 dopjo dhe një bërzoll. Gjana, Orna. bërzollat bëj 3. Orna. Nisi si nga da. Unë po hike atër. Ore mëre. Mu përbonë? Natë në mirë. Natë në mirë. Natë në mirë. E shiko këtu. Kujdese mos bojnë apelin ke shpia. Qënë qumshi. Kaq me sa këlldi e paske. Ta ka dërëv, gja bakën ti. I që mësë qaj kokën. Mësë qaj kokën. Ka femne sa dushe. Femne si raki, moni, e zi me 2 herë. Ishte 3. Ah, si kur të vinte këtu ai drellsi. Pas erdhe e shkojmë ne. Ti provokoje sa për fillim? Mësë ne o bagja. Do shkoni me gjithë qejf, po që do se duhet nisem. Nesër në mëngjes duhet jem në punë. Bile duhet të dalë. Ndofta gjendoj makine më merë. Shishi. Mes qaj, kokën hiqti. Ke bagën tjere. Për kam tarponin në për jashtë, atë bardhoshin. Për i orë që qojtë bimbu në vend. Që sheftin? Do gjati apo si gallën, ha? Bakit. Ik më vëllë se s'ka punë njëri me. Unë në linje, orë shikoni punën të uajtë është ti? Me zakthej kokët me pa, sigur. Shiko këtë tjere, e daj. Po lere, bake, lere. Në ato është. Kontrolë s'ka. Leje s'pyt bagje. është tu i bageri. Jo, ormi kjo. Falemderit shumë prej teje se qenë ke shpirt njeriu. Kam frikë se mos të fut në bela. Qishi, që ke bëdallati? Po unë për 2 orë qysëm kam kap korshën e re. Nuk qa kokën bake për të mund si. O shu i bake dhe. Gëzuar. Apo? Gëzuar. Këtu treshi. 2 të deur morën një makinë dhe sapo u nisën në dalje nga Tirana drejt rrugës numër 2. Ju pres në kryqëzimin pranë restorant Valbonës, si më kuptuat marrje? Ju kuptova treshi, ju kuptova.
e mona kusine, e arnana moj, arnane. E po thotë moma bake, ma se pirakine, e arnana moj, arnane. Patata pia mi mome, se o me gjalirie. E arnana moj, arnane. Bake, lërë të nga sunë. Gjishi, që e ke për të latire? Merë një sy gjumë më mirë. Ta prish banke ty. Që baba. Hajde, roba, hajde. Shpilli e daj. Kur të qaj mu, më ti e shafer. Jo, vlla, jo. Unë punoj gjenerik në park. Dokumentat shoku shofer. Nuk kam. Makina është e këtij shokut. Hajde në menë. Fly. I paske edhur se gota? Isha I mërzitur. Atëherë ai shoku I duket qenë 100% I mërzitur. Çobani djathtas për tek Marcos, pret skuadra e Dinamos, Baldini u fut në ndërfit, gjithë Baldini, kalon tek via fundore, ja tek gjuar e fort. Penalti është Baldini që eci mjaft mirë përpara.
radio. Ja dhe ta. Riprapa, quhet jeti gol. Gol. Rezultati është barazuar. E po erdhi koha të vendosesh, ose mua ose Dinamo. Me gjithmonë tek. Po. Topi ka kaluar jashtë vijës fundorit, kështu që ekipi Dinamovit do ta shkelmoj topin nga vendi i dërgimit. Topi është vendosur mbi vijën ballore të zonës portierit. Geka i tërhequr brapa, i godet me forcë duke dërguar topin tek vija mezit fushës. Godetje me kokë. Pra fillove ti? Merret për një çast. Dikush po na përgjon. E kanë vrarë. Shko lajmëro në rajon, shpejt. Shoku Thanas, ju kërkoj. Mbas ndeshjes drejt në shtëpi. Ndryshe nuk të marr për peshk. Më falni pak. E keni prekur kufomën? Vetëm sa për t'i parë pulsin. Mirë. Kujdesu për të duke të shqetësuar. Arta, ti më mirë ik në shtëpi. Unë do të kem punë. I pas ka gjepat jashtë. Si gjetëm asnjë dokument me vete. Mos është gjë grabitje? Grabitje me armë? S'ka ndodhur kur tek ne. Ja, dhe orën e ka me vete dhe i punon. Fatmir, merrin çik shenjat e gishtrinjve. Si urdhra. Atëherë ngjarja është brenda kufirit 24 orëve. Që nga një gëzhoj pistoleti gjerman. Me këta fishek punon një 5 lloj pistoleta gjermane. Përfshi këtu dhe automatikun model 20. Duhet individualizuar arma. Mirë, kjo gjë mund të bëhet. Dërgojnë në laborator. Mbarove ti Fatmir? Ja, gishti i fundit. Përderisa nuk ka asnjë dokument do ta duhet të shikoj mos ka qenë i dënuar. S'është e mundur. Këtë fytyrë se kam parë ndonjëherë. Fotografit bëj mirë se do të na duhet t'u dërgojmë rrethet. Kontrolloni mirë dhe vendin për rreth. Po t'jetë grabitje si rregull fajtori e hedh dokumentin. Po sigur mos e ke hedhur. Megjithatë kontrolloni. Si urdhra. Ka një vrim në Kuriz dhe në Gjoks. Ashtu? Shoku shef. Qeni ndoqi gjurmën deri në qytet, më tuti e humbi. Nuk më shkëthyr djali në shtëpi. Kur? Po, mbrëm natën nuk erdhi. Sot pyetëm edhe në qendrën e punës, edhe ata nuk dinin gjë. Nuk i ka ndodhur kurrë ndonjëherë. Si vinte nga pamje? A ju ndodhe ndonjë fotografi? Sigurisht kam. Urdhëroni.
Kemi shumë pak prova në dorë, me to nuk mund të bësh asgjë. Pikërisht këtu qëndron dhe bukuria e punës në zbulimin e një krimi. Kjo gëzhoj është qitur nga pistolet Valtesh. Bukur. Edhe ti thua që nuk kemi prova. E për gëzhoja është një dëshmitare me mete, shef. Kemi edhe një fakt tjetër. Qitja është bërë nga afërsh. Dhe vrima e hyrjes së plumit nga përpara. Kjo tregon se viktima e ka njohur vrasin. Ndryshe nuk kishte pse të shkonte kaq larg me të. Kush është motivi atë? Nga verifikimi tani dim vetëm emrin dhe emrin e viktimës. Personaliteti i tij do na ndihmojë të ngrem versione. Tyr. Ha Fatmir. Çfarë? Ata të uzinës numër 3 thonë që është punëtor i tyre. Pra Servet Saraçi punonte në një uzinë sekrete dhe të rëndësishme. Cili është mendimi juaj për Servetin? Unë bisedova me punëtor të repartit sot. Ata veç Abis nuk kanë ndonjë gjë të re. Po, si karakterizoj? I urtë, punëtor, ishte shumë i ndershëm. Ai dallonte nga tjerët. Nuk keni vënë asgjë, ndonjë shqetësim, ndonjë grindje? Jo asgjë. Cilin kishte shok të ngushtë? Me kë lidhe më shumë? Me Veliun, Veli Ramën. Ai nuk është në turp. Veliu është komunist. Po Serveti që në parti? Jo. Unë i pata thënë që të përgatise dokumentet. Kurse ai që përgjigj se që akoma herët për të. Disi i çuditshëm qëndrimi i tij. Si shpjegohet kjo? Të them të drejtën, ai kishte dhënë prova. Mirë, faleminderit. Mirupafshim. Mirart shoku Thanas. Shoku sekretar, edhe një pyetje. Si shkonte me të fejuarën? Shumë mirë. Miranda është vajzë e mrekullueshme. Po në familje me prindrit? Me sa di unë mirë. Babai është patriot, pensionist. Ema gjithashtu në pension. Ju biseduat me të gjithë punëtorët? Të turni tjetër ende s'kanë ardhur. Besoj se do t'i pyesni. Unë do të vi vetë, po sidoqoftë Veliun ma dërgoni se dua të bisedoj me të. Mirupafshim. Shoku Thanas, dëgjuam se dyshohet për grabitje. U interesova dhe pash se në arkën e kursimit ka paratë depozituara. Mirë, faleminderit. Edhe një herë mirupafshim. Mirupafshim. Mirdita. Vi nga Etusia. Ju prisnja, më njoftoj drejtoresha. Servet Saraçi vinte shpesh këtu. Ç'e dini për ta? Ose më sakt, çfarë ju ka rënë në sy? Duke ideal i sjellshëm dhe tepër serioz. Kur mora vesh që ndodhi më erdhi shumë keq. Ç'ti pra të riqte? 1 minutë, ju lutem. Kryesisht teknike. E çuditshme. Kur mendoj se pak më para i ulej atje, nuk më besohet. Ç'kini? Asgjë se si më erdhi ashtu. Kartelën po e marrun. Do t'ja u kthej përsëri. Ditën e mirë. Ditën e mirë.
Si jeni? Ulluni. Më falni që u ndërpreva, po jam i detyruar të u bëj disa pyetje. Urdhroni. Si shkonit me Servetin? Mjaft mirë. Ai që i sjellshëm dhe korrekt. Kohët e fundit, a kishte ndonjë shenjë lodhje apo mërzitje? Pra ai nuk erdhi në takim. Si u justifikua? Pse nuk e shkuar në punë? Ja tani do vetë. Mos jes mua. Se si më dukesh. Si? Të prita dje. Urdhë? Të prita dje. A, po, isha me një shok. Të pash. Të pash nga autobuzi. Kush ishte ai? Një shok i vjetë. Do të vish sonte. Do të vish? Ajo nuk erdhi. Të nesër mësova për ngjarjen. Si ishte ai shoku i tij? A mund ta sjellësh ndërmend? Nuk e besoj. E pash vetëm i qast. Ju faleminderit. Mua plaka më tha se djali që e qef prishur po. Si avura vesh. Kush e di se çka mendova? Pastaj këtë gjë më tha edhe Miranda, po ishte tepër vonë. I vini shokët? I vini. Sidomos Veliu, ai ishte si i shtëpis. Orbi, reja sot në orën 5 të kura të shmalemi dhe të kujtojmë ato vite. Po serë dhe atje eja më kërkon në hotel Tirana. Merë para me vete të më bësh një dush me birë e të më ushqesh me lepuj të pjekur. Po serë dhe jazek të qoftë. Mos e dini kujt është ky shkrim? Ja sollëm para ca ditësh. Kush? Një vajzë e vogël. Duhet jetë pallatoj për rreth. Po e marru. Na del një person i panjohur në mes. Po. Një person që ka dërguar një copë letër. Këtu duhet kërkuar dhe shkaku i gjendjes së keqe shpirtërore të Servetit. Në letër bëhet fjalë për të kujtuar vite të shkuara. Mos kemi të bëjmë me diçka të vjetër. Me atë mundet. Ordra. Alo, babi. Këtu. Shkëlqimi. Në mor djallë, fol. Ç'deshe? Tash mos ka marruria. Fol, ku e ke hallën? Babi, ç'thua, ne shkojmë nesër për peshk? Nesër? Po sikur nuk të thash këtu. Jo, ti më bjellën fjalën. Nesër do të kem punë. Ik tani, merru me mësimet. Unë i bëra mësimet. Ik, mbyllë telefonin. Të nesërme nuk shkon në takime, Miranda. Do këtë patur pa tjetër një shkak të fortë. Hyni! Tu një tjetër.
Jam Velirama nga Ozina. Mirë se ardhe. Njën. Kujtim shanë. Ju e kishit shok të ngushtë Servetin. Ç'mendim keni për të? Mua nuk më besohet. Ai që aq i gjallë, i durueshëm, i lidhur me punë. S'dit këtë krijuar ndonjë armiqësi. Dyshoj mos është ndonjë rastit. Një ditë para ngjarjes ai erdhi me vonesë në punë, kështu? Atë desha të them. E brigadierat, fillojmë derdhjen. Presim edhe pak. Mirëmëngjes. Mirë. Përse u vanove? Do të fillonim derdhjen. Isha me një shok. Kush që ai? Nuk e njeh, nuk është prej këtej. Të shoh të mërzitur. Forma është përgatitur sipas skicës tënde. Shokët presin të fillojmë derdhjen. Orveli. Po hamër e ç'ke kështu? Se si m'dukesh? Thuhet në dali precize këtë derdhje. Pata përshtypjen se diçka tjetër donte të më thoshte. Ç'të ketë patur? E njihni këtë shkrim? Nuk e njoh. Ja dhe Veliu të njëjtin gjë. Është fjala deri tani për një person të padukshëm. O ba, ty të ka thënë doktori mos pis as kafe, as cigare. Po të dalësh e ditja ndej nga liçeni. Ç'ke në rrjet? Kam ca molni dhe nëna. Kush jam? Peshkatare perle. Si jesh ako shkëlqim? Mirë. Mirë, Gjithë një mendjen te peshku e ka. Ik tani, ruaj krimbat se do dalim të dielën tjetër për peshk. Do me thënë do ikim, ha? Mirupafshim Xhaxhi Kujtim. Mirupafshim shoku shkëlqim. Bëre gjë për atë vajzën që i dërgoi letrën viktimës? Ngarkova Fatmirin. E porosita gjithashtu të përfiloj edhe listat. Për të gjithë personat që kanë pjetur në hotel natën që ndodhi krimi. Ka mundësi të jetë një sy regjistrit? Po si jo? Urdhroni. Më datën 14-15, tek 203 ka fjetur një farë pandi mylla. Ju kujtohet? Po si? Duke djali sjellshëm. Me datën 15 në darkë, iku. E pash që zbriste shkallët me nxitim. Të nesmen, ai që flinte me te më dorëzoi veglat e rrojës. Ja. Këtë qesën po e marrun. Ja dërgojmë ne. Si doni. Tu ngja tjetër. Tu ngja tjeta. E pas ke pastërtore kukullën. Ua, po si pa unë e laj për ditë visin tim. Pse visi e ke emrin ti? Visi e ka kukulla, kurse mua më quajnë Gerta. Gerta, para 4 ditësh një njeri i ka dhënë një letër një goce të vogël për ta çuar në shtëpinë e Xhamuarenit. Kujt, ati që i vran djalin? Po, Xhaxhi, kush e vrau spionët? akoma nuk e dim Gerta. Ja ti duhet na ndihmosh të gjejmë atë gocën që i ka çuar letrën Xhamuarenit. Ja të gjithë gocat këtu janë. Thiri pak të vinë. Ej goca, hajde në shpejt. Pse? Hajdeni, sa ashtu është puna. Kush nga ju i ka çuar një top letër Xhamuarenit? Ç'letër moj? Ati që i vran djalin. Po maj Linda, ku është?
ka vajtur të blej një pak o kafe për gjushen. Flora, shko thire se e kërkojnë. Gjaxhi polici kjo e ka quar. Kush ta dha letrën? Letrën? Një burr me flok të kreura anash e me parteci po i besh. Po ta shikosh e njeh? Po si? Vazhdo. Ç'të them? Kjo që bëra që një punë e pahishme. Ju lutem të më kuptoni, isha i dehur. Jo dhe aq. Prova tregoi se kishit marrë alkol, por jo ndonjë dosë madhe. Përse ngulët këmbë të largoheshit mbrëmjen e 15 të ndorit? Urdhra? Në 16 në mëngjes duhet isha në punë. Me çfarë drejtë merrni një makinë tuaj? Aq më tepër kur nuk dispononi asnjë dokument për përdorimin e saj. U tregova mendje lehtë. Pastaj qesh dhe i tronditur. Përse? Ua thash për çështjen e asaj çupës. Si quhej ajo? Dëshira Kado. Ç'do të bëhet me mua? Sa të mbarojnë hetimet, çështja juaj do t'i kaloj gjyqit. Po, unë isha i pirë. Pavarësisht nga kjo. Vetëm të mbaroj sa më shpejt. Jam në gjendje të turpshme. Tanas. Fatmir. Di asistova në etusin e Pandimyllës. Aty fizu me makinë. Emri ti figuron edhe në listën e hotelit. Po. Se si më duket kjo punë? Ati nuk i bëri shumë për shtypje e gjithë kjo që ndodhi me të. Ç'bëra me listën? 11 vet me të dhënat që kërkojmë janë larguar nga qyteti. I kemi nisur thirrjet që të paraqiten. Po. 7 të tjerë ndodhen ende në hotel. I verifikuam dhe s'paraqesin asnjë dyshim. Shumë mirë. Unë po shkoj në zyrë, i ke sill më të Pandin. Si urdhë. Shkruani shkurtimisht në qrethana për plasët me makinë. Si urdhë. Mbaruat? Si urdhë. Përse keni ardhur në qytetin tonë? Për punë të një vajze. Desha të fejohesha me të. Edhe? Ajo nuk desh, ishte fejuar me një tjetër. Si quaj ajo? Dëshira Kado, Shitsen Mako. Dhe tire në dëshpërim? Po. Piva dhe bërat gabim. E di. Mbaruam. Do të bisedoj me etusin tuaj për këtë punë. Kjo është letra që fton të viktimën në takim. Kurse kjo është letra e Pandimyllës. Nga ekspertiza rezulton se nuk është i njëjti shkrim. Do hiqni dorë? Jo, do bëj dhe një verifikim tjetër.
Kjo është ai burri që ma dha letrën. Ajo e sigurt, maj linda. Ua, për kokën e mamit që ai është. Ju keni qenë në qytetin tonë para ca ditësh? Si urdhroni? Përse keni ardhur? Me shërbim. Keni të njohur këtu? Kam ca kushuri. Ku keni fjetur? Në hotel. Në hotel Tirana. Po. Shkruani ju lutem ç'njerëz keni në qytetin tonë. Po vërtet të gjeta këto. Mos kam barazi. Mos u shqetëson, duam të sqarojmë diçka. Mbaruat? Në rregull. Mund të shkoni. Tu një tjetërni. Tu një tjetër. Një minutë. Nesër në orën 8 paraqiteni këtu. Ç'mendim keni? Nuk di çfarë t'ju them. E pash vetëm një qast nga autobusi. Do me thënë nuk u duket si ai. Mirë. Faleminderit. Miropafshim. Pash dje nga autobusi. Kush ishte ai? Një shok i vjetër ushtrie. Viktima ka kryer këtu shërbimin ushtarak. Po me se e ka vrarë? Me një pistolet Walter. Ashtu? Edhe na rezulton se mbas takimit që ka patur me një shok të ushtërisë, ka qenë i shqetësuar. Ja. Unë nuk kam shumë kohë në këtë repart. Ky këtu është shef Zeneli. Pyesni atë më mirë. Ai mund të sqaroj. Ky është Mariani. Ky këtu është Nikua. Artani është ky. Bashkimi, Pandi, Besimi. Pandi? Cili është ky Pandi? Pandi Mylla. Më kujtohet mirë ky sepse në afërsitë repartit tonë është bërë një plagosje. Dhe grupi operativ, pasi jetoi çështjen, konkludoi se në afërsitë gurores janë parë dy ushtarë me armë që shtrinin linjën e telefonit. Ne verifikuam dhe doli se ishin Pandi Mylla dhe Servet Saraçi. I thirrëm. Ata nuk pranuan në asnjë mënyrë të kishin shtirë me armë.
Gjoja nuk u gjendë në vendin e krimit. Ekzaminuam armët e tyre dhe doli se nuk kishte bërë qitje me to. A u zbulua autori vërtet i këtij krimi? Me sa di unë, çështja është pezulluar derisa gjendet autori i vërtet. Mund të na jepni detale të plota mbi këtë Pandin? Do t'u dërgojmë së shpejti. Këtu punon Pandi Mylla? Po, është gjenerik. Ju e keni nisur me shërbim? Kërkoj një 3 ditë leje se kishte një punë fejese. Akoma nuk është kthyer. Si punon? Jo keq. Mundohet me qenë i rregull. Po ju pse pyes? Po hetojmë një çështje dhe na doli aty emri i tij. Ashtu? Mundet? Si mundet? Shokët thonë se harxhon shumë para. Bën një jetë ka njerëz jashtë shtetit. Kë ka në shtëpi? Vetëm nënën. I ati ka vdekur. Baba i tij përpara çlirimit është marrë me tregti. Njerëz të tjerë ka? Nuk e di. Para çfarë ditësh i ka ardhur një telegram nga tezja e tij. Mundet? Po si? Shefedin! Urdhëro! Telegramin e Pandit e ke? Po, tu e kam. Ma sill pak. Si urdhën. Këtu brenda s'ka se ç'bën se është nën kontrollin e kolektivit. Do. Jemi mirë, kemi merak, përshëndetin tënë me njofto, teze lefta. Telegrami po e marr. Mirë. Ju falemderit. Ditë e mirë. Miropafshim. Miropafshim. Ditë e mirë. Është i njëjti shkrim. Interesant. Miropafshim. Shoku Thanas. A kujti? Më thanë se ishe nisur për shtëpi. Si i duket ke diçka të mirë për të më thënë? Isha në repartin ushtarak ku Serveti ka kryer shërbim. Ç'doli? Atje e kanë njohur për djalë të mirë. Vetëm se është dyshuar për një flagosi. Ke provuar kjo? Jo, ato e kishin pyetur dhe ai e kishte mohuar. Deri tani vetëm një emër përputhet me dhënat që kemi ne. Pandi Mylla. Ai ka fjetur në hotel. Ai e ka pasur viktime shok ushtërie. Gjithashtu ai është dyshuar edhe thirrur nga grupi hetimor bashkë me Servetin për plagosje në afërsitë e repartit. Pandi Mylla është ai që arrestoi Fatmirin. Po. Unë shkova edhe në ndërmarrjen ku punon Pandi. Ashtu është ishte ai. Ka ardhur për fejes. Ti mendon që ai ta ketë kryer krimin? E pse jo? Veç shkrimi letër që ftonte viktimën në takim nuk është i tij. Unë mendoj se Pandi është takuar me Servetin. Ne duhet ta provojmë këtë. Po sikur të ketë qenë një shok tjetër që ka kryer ushtrinë me Servetin dhe nuk ka fjetur në hotel. Edhe kjo është e mundur. Por unë mendoj se për ne duhet merremi më shumë me Pandin. Dje erdhi Xhelal Bregu, ti e di, ai ka fjetur në hotel. Nga ekspertiza rezultoi që letrën e ka shkruar ai. Atëherë ai është autori i krimit. Të paktën kështu shpjegohet. Ky njeri duhet mbajtur në mbikëqyrje të rrept. Duhet arrestuar. Të mos shpejtohemi. Ju keni fjetur edhe para disa ditësh tek ne. Ishit me djalë të ri, ju kujton? Ai që kishte harruar veglat e rrojes. Më thanë që e kanë arrestuar. Ashtu? Po, edhe unë u çudita. Ai dukej mjaft djalë i sjellshëm. Po përse kanë arrestuar?
Kishin marrë të dy një makinë. Dhe pastaj me që nuk e ngiste mirë që përplasur. A I vetë shpëtoj, ndërsa ai që ish me te, që handakosur. E çuditshme. Asgjë dyshim të në veprimet e këtij njeriu. Edhe nga rreth I tij në njoftojnë se është pas një njall. Mos shtiret. Ku I diet? Njeriu është tepër I ndërlikuar. E megjithatë letra është një provë fort kundër tij. Një provë indirekte veç. Ta thrasin. E njihni Servet Saracin? Jo. Këtë letër e keni shkruar ju? Po unë. Në çfarë thamë? Isha në dhomë. Gjelal, do bësh dushe, ke paguar. Jo, do dal, kam një telefon. Ligjo, po që se je ngeshëm më bëj një shërbim të lutem. Çfarë shërbimi? Kam këtu një mikun tim të vjetër, ti lësh haber të takohemi. Ku të gjej unë atë? Kollaj, përballë postës në kapin e 5, Servet Saraci I thon. Dakor. Faleminderit. Digjo, e di ç'ke ti? Ndofta mund mos e gjesh në shtëpi. Shkruaj një copë letër ja hedh poshtë derës. Te lashe ke tani të zuri, po. Shkruaj. O birë, eja sot në peshë e kura. Ju je dorëzuat? Të them të drejtën për tova të ngjitesha. Letrën ja dhash një çupet vogël. Ashtu? Mund të shkoni. Nuk I shikojnë dot njerëzit në sy. Edhe kur I raportova sekretarit partisë për punën e derit anishme se si më dukej vetja. Ç'të thosha? Partia kërkon nga ne autorët e krimit, motivet dhe jo planet tona. Ç'bëre ti? Unë lexova dhe një dosjen e timoret Pandit. Më duke se puna e fejesës është e motivuar. Shumë bindse. Por megjithatë mbetet një rezervë e madhe kohë pa kontrolluar. Tetus Mjali nuk e ka pyetur si e kalonte kohën. Mendoj se ky veprim është për të mbuluar një tjetër shef. E para ne kemi vetëm dyshime, nuk kemi prova. Këto dyshime krijojnë bazën për të mbuluar edhe provat. Ja. Me ardhin e një shoku të ushtërisë, Serveti është I tronditur. Këtë gjëna I dëshmojnë shumë vetë. Pse? A ka lidhje me Pandin? Pse s'ka? Pandi ka dërguar fjalë që ai t'i dalin në takim. Këtë gjë s'na I mohon dot. Çfarë motivesh ta kenë shtyrë në këtë krim? Mos harojmë Serveti punonte në një uzinë të rëndësishme. Bukur, po a mund t'ja vitesh një njeriu dhe t'i kërkosh sekretet e një objekti kur ai mund ta pres turinjve dhe të tregoj vendin? Menjëherë jo. Po kur e ke shok të ngushtë, kur mund t'i dish ndonjë dobësi. Dgjoj këtu. A dyshoj Serveti për një plagosje të vjetër? Ja kjo është. Në qoftë se ekziston ky fakt, atëherë mbi këtë mund të bëhet presion. Tale mos u shpejton. A mund të përbej kjo bazën për të kryer një krim tjetër? E pse jo? Mos ndoshta për këtë I duhesh e largimin në mbrëmjen e 15 nëntorit me makinë. Dhe mos ndoshta pikërisht për këtë ai hiqet sikur ka qenë I deur dhe si kontrollonte dot veprimet. Deri këtu jam dakord me ty. Tani më thuaj ku është mjeti I krimit? Si do veproj ti? Ai është jabanxhi. Nëse nuk ka ndonjë lidhje në qytet, armën nuk mund ta çonte në atë. Pra, rruga më e mirë është që ai të çlirojë nga mjeti I krimit që në vendin e ngjarjes. A ke fshehur në pyll? Ndoshta. Po ta kishte fshehur do ta gjenim. Qeni ndoqi gjurmën deri në qytet. Edhe? Po të donte të çlirohej nga mjeti I krimit, vrasi me ngutje si për vetëm mund ta flakte. Kështu që qeni nuk mund ta çonte tek arma. Itinerari që ka ndjekur është shumë I gjatë. A mund kontrollohet? Rrugë tjetër nuk ka.
Mendoj të aktivizojmë disa gjenjerë me metal kërkus. Le të kërkojmë duke kaluar në itinerarin e pashkelur nga vrasi. Pa sukses. Atëra ne jemi gabuar. Le të marrim variantin që ai nuk e ka hedhur armën. Është del nga kjo. Dëgjoj, duket që të gjitha veprimet e kriminalit janë të pastra. A nuk mund dyshosh se në këtë mes ka një drejtues? Mundet. Të telegram pandit ja ka dërguar tezë Lefta. Qofse mbas këtij emri fshihet dikush, atëre armën e ka ai. Nuk di të them. Prit. Kur autori i krimit dhe viktima lanë një takim, marrëdhëniet e tyre zhvilloheshin normalisht. Po. Kështu që ai nuk ishte vendosur ta vriste. Ama pistoletën e kishte marrë me vete? Sigurisht. Arsyetimi më duket i drejtë. Por me kaq pak edhe na ai mund të na vjet në pozita mohuese. Si të bëjmë? Do të kryejmë edhe një veprim, pastaj do ta thrasim. Alo, Negjo. Thuaj Magjos bi gati makinën. Si urdhëron? Njofto të lutem Josifin. Shenja e goditjes gjilpërës në kapsoll është e njëjtë. Përfundimisht të dyja gëzhojat janë qitur nga njëjta armë. Ju thirrëm të bëjmë disa pyetje plotësuese. Lidhur me aksidentin? Edhe për aksidentin. Keni ndonjë të njohur veç asaj vajzës, si e quonin, Dëshira Kado? Nuk besoj. Pa mendoni? Nuk kam patur. Am falni, kam këtu një shok të vjetër me cilin kam kryer ushtrinë. Si quhet? Servet Saraçi. Jeni takuar me të? Po, vetëm për 5 minuta. Desha të merrja një informat për atë çupën, por ai nuk e njihte. Si u lidhët? Unë nisa t'i shkonja në shtëpi, po rastësisht e takova në rrugë. Fare rastësisht? Ë? Tamam ashtu, rastësisht. E dini, nena ka rënë në dorë një copletër që i është dërguar në shtëpi Servetit. A nuk i thënë sy? Po si? Kuptim ka kjo. Mundohuni ta shpjegoni. Kjo them të drejtën, më duket se po më të riqni në një kurth. Më thoni pse e gjithë kjo? Ne kërkojmë shpjegime për çështje që na interesojnë dhe që s'janë të huaja për ju. Më duket e çuditshme. Jo, ju dukeni disi i çuditshëm. Na jepni udhësira lidhur me këtë copletër. Nuk di asgjë për të. Mos doni të thoni që këtë letër e kam shkruar unë. Do të ishte pasaktësi nga ana jonë. Ne kemi prova se e keni formuluar ju. Kujtim. Thirrë. Po shpjegojmë. Ju faleminderit, mund të shkoni. Nuk na interesojnë shpjegimet. Mjafton të konformoni faktin që e keni diktuar ju këtë letër. Përse biseduat? Ua thash, e pyeta për atë çupën. Vetëm kaq? Nuk biseduat për kohën e shkuar? Kohën e shkuar? Nuk patëm kohë. Edhe ai kishte një takim me të fejuarën. Ai nuk nxitonte. Nxitonja unë. Në ç'kuptim është përdorur lepuri këtu? Në kuptimin ushqimor të fjalës. Atëherë le të bëjmë bilancin për këtë çështje.
Në fillim thatë se nuk kishit ndonjë të njohur, pastaj rezultoi e kundërta. Na thatë se letër nuk e keni diktuar ju, pastaj e pranuat. Tani na thoni se keni biseduar vetëm për çështjen e asaj vajzës. A duhet I besojmë kësaj? Jo, mos flisni. Nuk do të jetë mirë për ju po të flisni pa u menduar. Ja dhe diçka tjetër. A biseduat rreth kësaj? Ti qëllove? Unë kaloj një lepur edhe... Si lepur, more? A shiko se ç'bëre? Përderisa ishte vetëm një plagosje, ne vendosëm të heshnim. Juve ju thirrje tusia? Si urdhër. Unë nuk tregova asgjë. Edhe ti ashtu siç biseduam. Mirë. Pushkën e ke pastruar? Po. Mere fishekun t'jesh në rregull. Ata nuk kanë asnjë dokument. Gëzhojnë e kemi ne në dorë. Hetusia kërkonte me insistim. Ju e preket këtë çështje të vjetra të ditë, kështu? Si urdhëron? Më falni, mos I ka ndodhur gjë Servetit. Pas takimit me juaj I ka qenë në një gjendje të keqe shpirtërore. Ashtu? Po më vjen shumë keq. Unë desha të bënja me të një shaka. Çfarë biseduat? U takuam para... Hajde qera tasi që n'ke bërë. Shiko, kam marrë aq para me vete, sa do të bëj një dush me birë. Bile për ty nuk I dole në takim as të fejuarës. Që n'ke fejuar? Me një vajzë shumë të mirë. Më vjen keq që të bëra të dalësh nga fjala. Nuk do të vonoj. Je në vete? Unë e shigjur që u takuam. Jo, nuk kam kohë. Desha vetëm të shikoj. Atje punon akoma? Po. Në prodhim apo? Sekretet e uzinës. Hajde shkojmë diku. E lëm për një herë tjetër më mirë. Mirë, si duash. Ore Servet, e di që kanë rifilluar hetimet për atë çështjen e vjetër? Për ka? Për plagosin. Për lepuri, nuk e kuptove nga letra? Përse të kënë filluar? Drejtë I merr vesh. Unë desha të bënja vetëm një shaka. Përse? Kotë se si më shkrepi. Desha të dija si do të cille Ejmi një rast të tillë. Nga prova rezultoi se kjo gëzhoj është qitur nga arma e Servetit gjatë kohës së ushtrisë. Në mos gaboj ju keni thënë në fillim. Këtë gëzhoj e ruaj nga një qitje që kanë bërë kohët e fundit në stërvitje ushtarake. Kështu? Ju nuk qëndroni më në pojim e parë. Ja, kam gënjyer. Tani akoma dhe një pyetje përpara se të kalojmë në çështjen tonë më të rëndësishme. Ku e mbanit këtë gëzhoj kur ishit ushtar dhe më pas? Urdhra? Me vete. Jeni I sigurt? Kam përshtypjen se nuk tregoni sinqert. Juve ju duhet ta ruani të gëzhojnë atë kohë edhe nga hetusia, edhe nga komanda dhe nga Serveti. Nuk është kështu? Paku ju lutem.
E mbanja në shtëpi, të fshehur. Po, unë e ruaj një atë në shtëpi. Le të eci më tej. A keni njëri tjetër të afër në qytetin tonë? Jo. Tezja? Pra ju nuk keni asnjëri këtu. Atëherë si shpjegohet që nga qyteti ynë ju është dërguar ky telegram? Nuk kuptoj. Unë nuk kam teze. Ne morëm origjinalin telegraf. Nga shkrimi ti ne mund shkojmë tek Dora që e shkroi, domethënë tek tezja juaj. Flisni i Pandeur. Unë nuk kam teze në qytet. Kjo është një lajthitje. Ku di unë shtjetër? Jam i pafajshëm. I Pandeur, kjo gëzhoj është qitur nga një pistolet Walter. Është gjetur në një vrasje. Ç'lidhje? Po ç'lidhje ka kjo me mua? Ç'padet kështu? Ju deri tani u mbajtet për mrekulli? Foli Pandeur. Ç'lidhje keni ju me Teze Leftën? Kush e mbante gëzhojën e servetit? Kush fshihet pas Teze Leftës? Kjo që më the është shumë interesante. Ku the se punon të ideal për para se të vinte ushtar? Mekanik në uzinën numër 3. Po, për punën e ti po thuaj se nuk flet fare. Për e mirë që veprove kështu. Më bët qefi që djali ish miku ti më të mirë, po vepron me kaq zgjuarsi. Jo këtu. Forcoj miqësinë me të, po jo aq shumë sa të bini në sy. Dalim. Meri, në ushtri duhen para. Hargjoj me servetin. Faleminderit. Mirarç. Shënoni adresën ku banon Teze Lefta. Mjaft për sot. Le të vazhdojmë. Të nesërmen ju e latë takoheshit. Ku? Lart në park. Në ndritën e fakteve të reja mendoj se nuk I qëndroni më versionit të mëparshëm. Kujt? Ati pra sipas së cilit ju deshit të bënit një shaka lidhur me të kaluarën. Pas kësaj serveti u gjendi vrarë nga një plumë që e mori një gjoks nga një distancë shumë e afërt. Supozohet se ka ndodhur një përleshje. Flisni I Pandeur. E pra ju e thirrët të nesërmen në takim. Po kjo? Po unë nuk desha. Ishte thjesht një vetëmbrojtje. Vajmi shtiti? Kur të kthehemi dhe klubi do të jetë hapur. Si e kalove sot? Dëgjo Pandi. Në qoftë se kanë I filluar hetimet, ata diçka dinë. Dhe së shpejti do vinë tek unë. Përse do të vinë tek ty? Ata nuk kanë fakte.
Pastaj, sa të më kesh mua shokje i lirë dhe i sigurt. Nuk del gjë prej meje, jo. Duket që duhet të denoncoj vetë. Jenë vete? Tani që je i fejuar, ke një punë të rehatshme, kur s'ta këshillojnë gjë të tillë. Pastaj, këta i kanë ligjet e repta. Vete në burg dhe ke marrë fund me të gjitha. Të do shumë ajo Çuka. Për të do t'ishte e rëndë po të dënoheshe. Unë e kam ndjerë gjithë një këtë peshë në zemë. Përpiqesha ta shlyeja me punë. Dhe kam punuar aq shumë, sa që mendoj se kam shpërblyer fajin. E kujt ja ke shpërblyer kështu? Si kujt? Partisë pra, shtetit, shoqërisë. E si të që kanë shpërblyer gjithë këto stërmundime. Një copë teknike mbetur asgjë më shumë. Me një jetë gjithë kufizime, gjithë ankth dhe frikë. Ore pami, si flet kështu? Ecim. Ti servet je pak naiv. Me i zgjuar. Po t'apje pak syt, do të shikoj një se si vend punët. Çfarë punësh? Kemi mbetur vetëm. U prishëm me të gjithë. Ore servet, nuk më the ç'bëhet e kjo në uzinë. Me se merresh? Përse të intereson kjo? Mos fol me mua me këtë gjuhë. Ke shumë detyrime ndaj meje, prandaj duhet ta shpërblesh sheshtin tim. Dëgjoj pandi. Nuk duhet të dëgjoj gjëra të tilla, bile mjaft ke dërdollitur deri tani. Jo, nuk kam folur fare, se po të flisnja t'ju tregonja atyre këtë. Ti me kohë do t'ishe brenda. As në ato uzinë nuk do të punonje më. E pas ke ruetur kaq kohë? Natyrisht si simbol të miqësisë son. Ku shkon? Mos bëj budallë që dëgjon. Tregohu arsyeshëm. Nuk dua të di ndonjë gjë të madhe. Budalla, do të shpërblemi mirë. Ja për shembull, ç'ka kapacitet ka uzina? Ku shkon? Ç'ndodhi? Ivan, ku fome ti mund të bëhet varin? U bë si bish, desh më vyti. Ç'ke ndërmend të bësh? Tiki ta ratisem. Mos ke ndërmend të më vrasësh? Pusho, idiot. Pra Gaziu të armatos. Ai të futi në batak, dhe ti i gatshëm re brenda, u zhyte në lum. Ai zoti Jetus. Ai është fajtori. Vetëm ai mba përgjegjësi për të gjitha. Merë. Zoti Jetus, unë dua thash të gjitha, duar e thana lehtësojse. Nuk desha ta vrisja, unë vetëm mbrojta, Gaziu më shtyll. Shkoni. Zoti Jetus, po unë dua thash të gjitha, duar e thana lehtësojse. Gaziu është fajtori për të gjitha. Zoti Jetus, po të gjitha jo thash. Ja edhe enigma o zjedh. Ajo gëzhoj ishte një plagë e vjetër për servet. Mungesa e sinqeritetit atij i kushtoi jetën. Alo? Qimi? Opa, a të shkon letër vërtet? Pa tjetër. Bëj gati karemat. Alo, Qimi? A të vide unë me juve?